Do doja të përmendja dy specifika që shumë shpesh në fëmijë hershme mund dallohet si problem, nëse mund ta quajmë problem. Dy dhëmbët e parë të larguar nga njëri tjetri, për shembull, këto kur janë. Mund të rregullohen me realisht po. Ajo hapësira mes të dy dhëmbëve të se di si quhet në gjuhën mjekësore. Diastema quhet. Po në gjuhën mjekësore quhet diastema. Ato raste, kjo është një për raste që nuk intervenohet menjëherë. Po, tashte ajo intervenohet në raste për shembull që kjo hapësira mes dy dhëmbëve incizivave qendror është çaq e madhe sa që tash nuk ka e pengon eruptimin e dhëmbëve tjerë. Ato raste, domethënë, intervenohen. Ndërsa në raste tjera pritet sepse kjo konsiderohet edhe si një ajo pamja e rosaku të shëmtuar quhet edhe në literaturë, për shkak që deri ku të ndërrohet, do thot kanini i përhershëm nuk ndërhyhet, sepse në momentin duke eruptuar dhëmbët i shtyn dhëmbët ekzistues inciziva qendrore dhe incizivin lateral, kanini, dhe në këtë rast ajo hapësira do thot mbyllet. Ndërsa nëse persiston pas eruptimit të kaninit të përhershëm, atëherë do thot ajo do thot dhe ndërhyret. Të ndërhyret në mënyrë kirurgjike? Jo, nuk ndërhyret me aparat. Po një tash të shkaktar, një për shkaktarëve të këtyre diastemave mund të jetë edhe ngjitja poshtme e frenulumit të sipër. Mirë po nuk konsiderohet që me intervenum në mënyrë kirurgjike para se si jetë parandalues që para intervenimit ortodontik. Fillimisht të trajtohet, të mbyllet hapësira, pastaj më shumë si fazë retencionit të kryhet ndërhyrja, sepse konsiderohet indi fibrotek pas frenektomisë, është më shumë i bën rezistencë terapisë ortodontike se veç hapësira do thotë ngjitja poshtme e frenulumit. Do thotë duhet pritet vetëm në raste tash të caktuar një për rasteve që e pengon eruptimin, janë shtyç aq shumë dhëmbët inciziva qendror, saqë e pengon eruptimin e dhëmbëve të incizivave lateral. Përndryshe nuk ndërhyhet. Doktoresha është edhe profesoresh, edhe i ka asistente në fakultetin e mjekësisë, do të thirrë me çon s'po marrë dhe unë po du me kanë e qartë. Për shembull, thuhet në popull që këtë hapësirën në mes të dy dhëmbëve shpesh e ndikon ky peni. Po ata fjalën mundohemi me një gjuhë sa më të thjeshtë, se shumë normale. Se mos ti më bërë shikuesve, jam mësuar me shumë studenta. Normale, po ndonjëherë naik, kështu që. Domethënë kjo që e shpjegove frenulumi bëhet fjalë për këtë penin. Okej, kemi të qartë. Pas trajtimit ortodontik duhet të intervenu nëse ka nevojë, sepse indi që ai fibrot indi më i fort, më shumë bën problem në mbylljen se sa vetë inserimi i tipu, domethënë ngjitja e penit më poshtë, si buzës nalt ose poshtë. Po zakonisht po flasim për diastemet e shkaktojnë, domethënë mund më shkaktu ngjitja e poshtme e penit të buzës. Okej, se kam qejf mos më umit bërë shikuesve dhe prandaj ndalem edhe një herë.